Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirë mbrëma nga emisioni i Ramazanit. Takohemi së bashku edhe këtë mbrëmje për të vijuar me temën e këtij emisioni. Me neve sonte kemi kënaqësi dhe nder të kemi të ftuar mulaime, por edhe profesoresh, Sahiba Goga Dacic. Mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirë mbrëma dhe juve dhe kam nderin dhe kënaqësinë që jam me ju në këtë emision të Ramazanit. Kënaqësia është e jona. Tema e mbrëmjes së sotme është dhikri dhe përmendja e Zotit. Na tregoni dhikri, përmendja e Zotit dhe muaji i Ramazanit. Cila është lidhshmëria atyre? Falënderime dhe lavdrimet i takojnë krijuesit të gjithësisë, Zotit të botrave, bamirësit të përgjithshëm, mëshiruesit, mëshirbërësit. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Falenderojmë të madhin Zot për të gjitha mirësitë e panumërta që na i ka dhënë. Selame dhe salavatet ja dërgojmë me të dashurit të Perëndisë, mësuesit të njerëzimit, atij i cili na mësoi fen, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij. Unë së pari dëshiroj t'ju përgëzoj juve për këto emisione kaq të bukura dhe për këtë punë të palodhshme që bëni gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ku çdo veprës i shumëfishohet shpërblimi. Zoti ju shpërbleft dhe ju dhash suksese të mëtutjeshme në punën e juaj. Faleminderit. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe jemi shumë falenderues të madhit Zot që na mundsoi që të shijojmë këto ditë të madhëruara dhe net të bukura të këtij muaji të veçantë, të muajit të Ramazanit. Ramazani është një muaj i bekuar dhe në të ne duhet të bëjmë shumë ibadete, të falim namaz, të lexojmë Kur'an. Të mundohemi që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit t'i shtojmë këto të mira, sepse Ramazani është muaj shumë i pastërt, që në të hymë me veprat e liga, me xhelozi, por të shijojmë atë me plot dashuri në zemrën tonë dhe me plot pendim. Të shijojmë atë në atë mënyrë sikur çdo ibadet i joni është i fundit. Muslimanët anën banë botës i shtojnë ibadetet e tyre, i shtojnë veprat e mira, vetëm e vetëm për një qëllim, që ta arrijnë, ta fitojnë dhe ta shijojnë kënaqësinë e të madhit Zot. Ku në këtë muaj bëhet ripërtëritja e shpirtit tonë dhe ku duaja e agjëruesit ka një vlerë të veçantë, ka një vlerë të posaçme. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thotë: duaja e agjëruesit nuk kthehet mrapa. Prandaj, në këtë muaj të begat, në muajin e Ramazanit, ta kërkojmë ëmbëlsirën në këtij muaji me namaz, me faljen e namazit, me leximin e Kur'anit, me përmendjen e të madhit Zot. Nëse ndalemi tek përmendja e Zotit, tek dhikri, e cila është edhe tema e jonë e sotme, kjo është një vepër e lehtë, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e ka përshkruar dhe për të cilën ka garantuar xhennetin dhe bukuritë e xhennetit. Them e lehtë sepse pejgamberi e ka përshkruar të lehtë për gjuhën tonë për ta shqiptuar, ndërsa e rëndë në peshoren tek krijuesi i gjithësisë. Përmendja e Zotit është baza e besimit. Për atë u shpall Kur'ani, për atë u dërguan pejgamberët e Zotit, për atë ekziston shahadeti, për atë ekziston la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, për atë ekziston namazi, që vetëm e vetëm ta falenderojmë, ta mëdhërojmë të madhin Zot sa më shumë, ta përkujtojmë dhe ta përmendim atë. Vepra që na lumturon dhe na shton kënaqësinë shpirtërore është përmendja e Zotit, përkujtimi i të madhit Zot, dhikri, ku Allahu i madhëruar në Kur'anin famelar thot: o ju që keni besuar, përmend me të madhin Zot shpesh. Këtu na thuhet në mënyrë urdhërore: o ju të cilët e keni pranuar Zotin si krijues të gjithësisë,
o ju të cilët e keni pranuar pejgamberin, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për pejgamber të Zotit. O ju të cilët e keni pranuar shariatin, që të jetë libri juaj. Përmendni shpesh të Madhin Zot. Falenderoni, mëdhëroni, përkujtoni atë. Prandaj edhe ne i lutemi të Madhit Zot që të jemi prej atyre që e përmendin, e përkujtojnë, e falenderojnë, e mëdhërojnë Zotin shumë. Dhe në këtë mënyrë ta meritojmë shpërblimin e të Madhit Zot. Cila është rëndësia gjatë këtij muaji të Ramazanit e përmendjes së Zotit? Rëndësia dhe vlera e përmendjes Zotit ceket në shumë ajete dhe në shumë hadithe, por ne në këtë emision do t'i përfshijmë disa prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë i pyet shokët e vet dhe ju thot: "A doni t'ju tregoni për veprën më të mirë që ju mund ta veproni?" Thot: "A doni t'ju tregoni për veprën e cila ka shumë shpërblim tek i Madhi Zot? A doni t'ju tregoni për veprën e cila ju ngret në drejtet e larta tek Krijuesi i gjithësisë? A doni t'ju tregoj, thot, për veprën e cila është më e mirë se sa të shpërndani ar dhe argjend? A doni t'ju tregoj për veprën e cila ju pastron mëkatet e juaja?" Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thatën: "Po i dërguari i Zotit, ne me pa dorim presim që të na tregosh se cila është vepra më e mirë, sepse ne me pa dorim presim që të veprojmë shumë vepra të mira, dëshirojmë të bëjmë shumë vepra të mira." Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pa dorim prisnin që t'ju tregohet se cila është vepra më e mirë që të veprohet e cila jo, sepse në këtë mënyrë vihet shumë lehtë dhe shumë shpejt deri tek qëllimi i duhur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot: "Zikrullah", përmendja e Zotit, përkujtimi i të Madhit Zot, madhërimi dhe falënderimi i Tij. Gjithashtu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jep edhe një shembull tjetër. Thot: "Shembulli i atij që e përmend të Madhin Zot, që e përkujton Zotin, dhe shembulli i atij që nuk e përmend Zotin, nuk e përkujton të Madhin Zot, është si shembulli i të gjallit me të vdekurin." Do të thot, dy persona ecin rrugës. Sipas nesh, ato janë të gjallë, në shikimin ton janë të gjallë, por tek i Madhi Zot, i gjallë është ai i cili e përkujton, e përmend të Madhin Zot shumë, e falenderon atë ditë e natë për të gjitha të mira që ja ka dhënë. Ebu Derda thot: "Për çdo gjë ekziston pastrimi, për duart, ka pastrimin e vet, do të thotë duart, këmbët, kështu me radhë. Pastrimi i zemrës është përmendja dhe përkujtimi i Zotit. Për këtë edhe vlera dhe rëndësia e përmendjes së Zotit është shumë e madhe dhe ka një shpërblim shumë të madh tek i Madhi Zot." Hasan el Basri thot: "Ka dështuar ai i cili vjen në ditën e gjykimit dhe në librin e tij nuk gjen që bisedat e tija të shumta kanë qenë përmendja dhe përkujtimi i Zotit, por gjen që ka folur dhe ka bashkëbiseduar temat e tjera, e jo përmendjen e Zotit." Prandaj nga ky vend, lus që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ta përmendim, ta përkujtojmë, ta falenderojmë, ta madhërojmë të Madhin Zot shumë dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj për të mira, për një ibadet i cili ka një shpërblim të madh tek Krijuesi i gjithësisë. Cili është shpërblimi i atyre që e përmendin Zotin dhe bëjnë dhikr të shpesht? Po, është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurejra transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu ka melekët e vet, të cilët kërkojnë tubime, kërkojnë ato njerëz, kërkojnë ato grupe të njerëzve ku përmendet emri i Zotit, ku përkujtohet emri i Zotit. Dhe kur ato i gjejnë ato tubime, ato ulen me ta, ju bashkangjiten atyne dhe i përqafojnë me krahët e tyre deri në qiellin e kësaj toke. Dhe kur ato shpërndahen,
I madhi Zot i pyet melekët, a i din më së miri çdo gjë, nga vini o melekët e mi? Melekët përgjigjen dhe thonë, vim nga robërit e tu në tokë, të cilët të luten, të përmendin, të përkujtojnë, të falenderojnë, të madhërojnë. I pyet i madhi Zot, a më kanë parë mua ato? Melekët përgjigjen dhe thonë, jo, o krijuesi i gjithësisë, nuk të kanë parë, po sikur të më kishin parë. Pyet i madhi Zot, melekët thonë sikur të kishin parë, edhe më tepër të kishin falenderuar, madhëruar, përkujtuar, përmendur. Thot i madhi Zot, për çka më luten o melekët e mi? Melekët përgjigjen dhe thonë, të luten për xhennet. Thot i madhi Zot, po a kanë parë ato xhennetin? Melekët thonë, jo, o i madhi Zot, nuk e kanë parë xhennetin as bukuritë e xhennetit. Po sikur ta kishin parë xhennetin dhe bukuritë e xhennetit, pyet i madhi Zot. Melekët thonë, sikur ta kishin parë xhennetin dhe bukuritë e xhennetit, edhe më tepër të ishin lutur për xhennetin dhe bukuritë e tija. I pyet përsëri Allahu xhaleshanuhu, po prej çka kërkojnë mbrojtje? Thonë melekët, kërkojnë mbrojtje nga xhehenemi dhe zjarri i xhehenemit. Pyet i madhi Zot melekët, a kanë pa ata xhehenemin dhe zjarrin e xhehenemit? Jo, o krijuesi i gjithësisë, nuk e kanë pa. As xhehenemin, as zjarrin e xhehenemit. Po sikur ta kishin parë, thot i madhi Zot, xhehenemin edhe zjarrin e xhehenemit, melekët thonë sikur ta kishin parë xhehenemin dhe zjarrin e xhehenemit, ato dhe më tepër të kishin kërkuar mbrojtje, që t'i mbrosh nga xhehenemi dhe zjarri i xhehenemit. Thot i madhi Zot, përgëzoj, lajmëroj, që unë ato i kam falur. Një prej engjujve i thot madhit Zot, o krijuesi i gjithësisë, në mesin e tyre është njeri i cili nuk ishte me ta, por kaloi pranë tyre, i pa dhe u bashkangjit atyre. Thot i madhi Zot, lajmëroj, përgëzoj se i kam falë të gjithë. Pra, mëshira dhe rahmeti i të madhit Zot përfshin çdo gjë. Prandaj edhe përmendja e Zotit largon shqetësimet. Përmendja e Zotit e mbush zemër me dritën e besimit. Përmendja e Zotit na i fal mëkatet. Përmendja e Zotit na shëron nga trishtimi dhe friga. Përmendja e Zotit na shton kënaqësinë shpirtërore. Me përmendjen e Zotit ne fitojmë kënaqësinë e të madhit Zot, e cila do të ishte edhe shumë e mjaftueshme për ne, kjo që ne këtij ibadeti t'i përkushtohemi edhe më tepër, e posaçërisht në muajin e bekuar të Ramazanit, ku i madhi Zot thot, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu sikur që ju është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush. Çka? Që të bëheni të devotshëm. Pra, na është bërë obligim një ibadet, që të bëhemi të devotshëm, që të bëhemi më të mirë, që të largohemi nga mëkatet, që të jemi në gjendje t'i bëjmë ballë çdo gjë të shëmtuar, sepse në këtë muaj të begat, në këtë muaj të rahmetit, mëshirës, në këtë muaj të dashurisë, në këtë muaj të sakrificës, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit, dhe shejtanet janë të lidhur. I madhi Zot hap 8 dyert, plotësisht 8 dyert e xhenetit i hap. Ti hapim edhe ne zemrat tona. Ku i madhi Zot na priti një vit dhe pyet, ku janë ato të cilët kërkonin në 1/3 e natës, t'ju jap. Kur i madhi Zot i hap 8 dyert e xhenetit, atëherë t'i hapim edhe ne zemrat tona, që e gjithë ai rahmet, e gjithë ajo mëshirë që derdhet në përdyert e xhenetit të dëpërtojnë në zemrat tona. Të lejojmë që ajo mëshirë, ai rahmet, të hyjë në shtëpitë tona, në familjet tona, duke e falenderuar,
duke e madhëruar, duke e përkujtuar të madhin Zot sa më shumë, po sëqarisht në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Cila është ajo porosi e kësaj teme për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit? Mbasi që gjendemi në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, unë porosia ime do të ishte që të shtojmë sa ma shumë veprat e mira, të shtojmë ibadetin, faljen e namazit, leximin e Kur'anit, dhënien e sadakas, dhënien e zekatit dhe të lutim të madhin Zot që të na përfshijë mëshira dhe rahmeti i të madhit Zot në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe dhash Zoti që ky muaj i Ramazanit të jetë një mundësi për një të ardhme më të mirë. Amin. Faleminderit edhe njëherë që ishe pjesë e misionit të Ramazanit. Shpresojmë që lutjet dhe agjërimi juaj të jeti pranuar në këto muaj të shenjtë. Faleminderit. Shikues të Radio Televizionit Teuta, ne erdhëm dhe drejt përfundimit të këtij emisioni për këtë mbrëmje. Urojmë që agjërimi dhe lutjet tuaja të jenë të pranuara. Ju bëft mirë iftari. Natën e mirë.